Selvie flet për herë të parë pas vdekjes së shpatit. Nuk di si t'ia them Roelit që nuk e ka babain. Selvie Jao ka folur për herë të parë pas ndarjes nga jeta e papritur të shpat kasapit. Në një deklaratë të ndjer, ajo shpreu dhimbjen dhe respektin për bashkëshortin e saj të ndjer. Dhe sinqerisht, më vjen keq që sot këtu të dal para jush, të flas për ndërimin e jetës së bashkëshortit tim, të një babai të mrekullueshëm, një artisti të mrekullueshëm me shumë virtyte, një artisti shumë modest ajo. Selvie tregoi gjithashtu lidhjen e veçantë që kishte me bashkëshortin e saj të tjerë. Një njeri që mua si Selvie më ka kompletuar, më ka mbështetur, më ka respektuar dhe më ka dashur, mbi gjitha më ka dhënë një djalë si drita. Ai ende nuk e kupton se nuk e ka babain e tij. Dhe unë nuk e di se si do të rritet me këtë, dhe nuk e di se kush do t'ia tregoj. Por e di që ai është shumë krenar me babain e tij. E ka dashur shumë shpatin dhe ai është përkushtuar deri në frymën e fundit që Roeli të ketë gjitha të mirat. Fjalët e Selvies për jetën dhe kontributin e kasapit si artist dhe baba kanë treguar dhimbjen e madhe që po kalon familja në këto momente.